Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kufitare Dibër kanë bërë të mundur goditjen e një rasti të tentativës për të kontrabanduar në Shqipëri madhëlla për të cilat paguhet aksizë. Shërbimet e Policisë Kufitare Bllath në hyrje të vendit tonë kanë ndaluar për kontroll automjetin tip Benz me drejtues shtetasin PC, në të cilën u gjetën 17 bidon të mbushur me 412 litra benzinë dhe naftë, që ky shtetas po tentonte të fuste në vendin tonë, pa i deklaruar. Sasia e karburantit e sekuestruar në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin, ndërsa drejtuesi i tij, shtetasi PC, 54 vjeç, banues në Tiranë, u arrestua në flagrancë për veprën penale kontraband me mallra që paguhet akcizë. Ndërkohë, shteti fqinj i Maqedonisë së Veriut frekuentohet thuajse nga pjesa më e madhe e Dibrame dhe Bulqizakëve për t'u furnizuar me karburante për shkak të çmimit shumë të ulët që kanë matan kufirit hidrokarburet në krahasim me vendin tonë. Rastet të tentativës për nxjerrje të karburanteve nga Maqedonia e Veriut nëpërmjet pikës doganore të Blllatës kanë qenë të shpeshta, por janë bllokuar nga autoritetet doganore.